Shqipëria do të luajë shansin e saj të fundit për një vend në botror, ku të shtunën do të përballet me Serbinë në Leskovac. Kuqezia renditet në vendin e dytë në grup me 8 pikë pas 5 ndeshjesh, ndërkohë që Serbia është e veten e treta me 7 pikë, por me një ndeshje më pak se Kuqezia. Një fitore e Jona në Leskovac do të ishte një hap i madh për të marrë vendin e dytë në grup, duke qenë se Shqipëria luan ndeshjen e radhës ndaj Andorrës dhe të fundit ndaj Anglisë, ndërkohë që Serbia luan ndeshjet e saj ndaj Andorrës, Letonisë dhe Anglisë. Një fitore e mundshme e Serbisë në Kuqezinëve do të shuante ëndrrën tonë për vendin e dytë, dhe vetëm nëse Serbia humbet 2 ndeshje dhe Shqipëria fiton të paktën njërin, atëherë do të ishim të dytët në grupin tonë. Anglia tashmë e ka blinduar vendin e parë në grup dhe i duhet vetëm një fitore për të kaluar matematikisht në botror, teksa ndeshja jon me Treluanët do të luhet në nëntor dhe është sfida e fundit kualifikuese, që në rast se Shqipëria fiton të dyja ndeshjet e radhës, atëherë edhe për ne do të ishte vetëm për statistikë. Sa i përket golaverazhit, kuqezinjt janë më të favorizuar se Serbia, pasi kanë shënuar 5 gola dhe kanë pësuar 3, ndërkohë që Serbia nga ana tjetër ka shënuar 4 gola dhe ka pësuar 5, duke pasur një rekord negativ. Bie në sy fakti se serbëve ju ka shënuar vetëm Anglia në fitoren 0-5 dhe në 3 ndeshjet e tjera nuk ka pësuar asnjë gol.